Përshëndetje, më mbrëma të gjithëve. Mendoj që të fillojmë pak seriozisht të punojmë me veten tonë, të marrim kontrollin, frenat e dorës, sepse bollu zvarritëm duke pritur magjin, mrekullin që të ndodhi, pa pritur, të ndryshojmë, jo. Kështu që fillojmë. Para se të, prandaj fillova dhe me vonesë në fakt, sepse para se të besha gati për seancën sot live, shkova në palestër. Doja ta hiqja për sot se e dija që po ta lija më vonë do ngelej pa bërë, siç ngeli dje. Kështu që shkova në palestër dhe vendosa me kufje videon time në YouTube që kisha fol para 2-3 vitesh për ankthin. Thashtë të dëgjoj pak atë këndvështrimin tim, si e kam parur në ato fillimet e këtij rrugtimi. Vetja ime, para 2-3 vitesh, kur ka fol për ankthin, më shpartalloi, ngela me gojë hapur, më la me gojë hapur. Sepse ishte gjithë e vërteta e ankthit. Kisha fol pak për rrugtimin tim, por pak më shumë fola për të vërtetat e ankthit. Se si funksionon çështja e ankthit. Kur flasim për ankthin, shumë persona mund të thonë që unë nuk kam ankth. Shumë persona mund të thonë që unë e vuaj shumë ankthin, shumë të tjerë mund të mendojnë që ankthi është diçka që është e shkruar, ta përjetoj dikush, trashëgohet, pra ka shumë keq informim dhe mungesë informacioni në lidhje me ankthin, me çdo problem të shëndetit mendor, por sidomos me ankthin. Në 5 vitet e fundit kam fol kaq shumë për ankthin, sa nuk kam fol në total për profesionin tim, formimin profesional. Ankthi është një shqetësim shumë i madh në ditët e sotme për ata personat të cilët e vuajnë në heshtje. Ka shumë të tjerë që e vuajnë dhe thonë vuaj, ata e vuajnë 50%. Por më shumë e vuajnë ata që janë në heshtje, unë kam qenë një nga ata. Njerëz që e kam vuajtur për shumë vite ankthi në heshtje. Arsyeja që e vuaja në heshtje ishte sepse para më vinte turp ta pranoja që kisha ankth, më vinte turp se do më gjykonin të tjerët, më vinte turp sepse ndoshta do ngelesha vetëm, ndoshta nuk do donin njerëzit të rrinin me mua. E dyta ishte sepse e ndjeja me çdo qelizë time që askush nuk do më kuptonte. Sikurse ndodhi. Askush nuk më kuptoi kur unë shpërtheva. Askush nuk më kuptoi sepse ishte mungesa e informacionit, kjo për të cilën unë po flas. Kur unë përjetoja një atak paniku, këshillat ishin aq sipërfaqësore të tipit që po ty s'të mungon asnjë gjë, mblidhe veten. Po ti ke vajzën mirë, mblidhe veten. Po njerëzit s'kan bukë të hanë, ti i ke të gjitha të mirat, mblidhe veten. Dhe ishin të tilla këshilla sipërfaqësore që mua më zhysnin më shumë në errësirë. Dhe më bënin më shumë të tërhiqesha te vetja ime dhe mos të flisja për ndjenjat e mia me këta njerëz. Dhe duke mos pasur mbështetjen e duhur nga njerëzit që më rrethonin, nga ata njerëz të cilët unë kisha shpresë që do më kuptonin, dhe nuk ju vë faj që nuk më kuptonin, ka sot e kësaj dite profesionist në fushat të ndryshme, mjekësore, që nuk kanë informacione për ankthin, jo me njerëzit e thjesht, që nuk kanë dhe s'kanë, dihet, pritet kjo gjë, por, duke marrë parasysh që askush nuk më kuptoi, në mendjen time, ai njeriu i vogël, negativ, programimi, që e quajmë ndryshe, filloi të krijonte skenar. E mendoj që do ishte më mirë t'i jepte fund se sa të zvarritej. Jo, as vajza nuk më mbajti, sepse dikush do mendoj po ti kishe fëmijë, jo. Në ato momente ti je në një dhomë aq të errët sa nuk t'i jep forcë as fëmia, askush. I vetmi që mund të t'i japi forcë është Zoti, sikurse më dha dhe mua. Por arrita shumë në fund, derisa mendova që duhet i bëja diçka vetes që të shpëtoja nga kjo jetë.
e kam vuajtur ankthin të mbi vendosur ndaj shumë problemeve të tjera të shëndetit mendor. Atak paniku të përditshëm, depresion, mendime ekstreme negative, frikë për të dalë vetëm, frikë për të qëndruar vetëm në shtëpi, bashkëshortit ju desh të linte punën shpesh herë të rinte me mua në shtëpi sepse kisha frikë të rria vetëm. Depresioni mbas lindjes, depresion para se të ngelesha 7 zanë. Dhe ankthi ishte, e ke parasysh, në tort që ka gjitha ato shtresa torta, vendoset ajo qershia. Ankthi ishte, qershia mbi tort. Në rastin tim, kam pas një gjendje shumë komplekse, të rënduar, emocionale, mendore. Dhe më rëndonte shumë ideja e turpit, çfarë do mendojnë të tjerët nëse unë dal hapur. Më vonë e kuptova kush të tjerë. Kush? Zvaranikët, njerëzit e dështuar në jetën e tyre. Njerëzit në gjumë, që kënaqen me një kafe, hajde, shëndet, gëzuar. Kush? Por në ato momente isha aq në errësirë, kisha aq vetbesim të ulët sa jetoja për të tjerët. Dhe akoma më shumë çfarë mua më rëndonte, ishte fakti që unë isha trajnuar një robot shumë i bukur, shumë i dashur, që ishte në shërbim të tjerëve. Pra unë sakrifikoja kohën time, energjinë time, dëshirat e mia, ëndrat e mia, pasionet e mia, qetësinë time mendore shpirtërore, financat e mia, gjithçka për të tjerët. Për të tjerët. Isha si një numër emergjence. Siç është ambulanca, zjarrfiksja, policia. Kush kishte nevojë jona. Një këshill jona. Lek borxh jona. Punët jona. Detyrat nëpër institucione, dokumenta, sepse ishin në Angli, jona. Është jona për të gjitha, gjobat i paguan jona, të gjitha i bën jona. Derisa jona u rrëzua. U rrëzua. Ajo jona e fortë nuk ekzistonte më. E jam mirënjohës e Zotit. Unë jam futur në një rrugtim spiritual, shpirtëror, sepse kam ndjek intuitën. Ndoshta do vi një moment në të ardhmen, nuk e di. Por të paktën deri në këtë rrugtim që kam arritur, në këtë pjesë të rrugtimit të spiritualitetit, jam mirënjohës e Zotit. Dikush thot ne jemi vetë Zoti që e kemi krijuar universin, nuk më intereson. S'ka problem. Çfarë ndjej unë me zemër e ndjej që është një energji shumë e fortë dhe e bukur aty lart, që ne na do pa kushte. Dhe është ajo energji e fortë dhe e bukur që diçka bëri në ato momente, që unë të kthesha mbrapa, të shkoja te vajza, dhe të jem këtu para teje në këto momente. Pas 5 vitesh, të jem akoma gjallë. Është po ai Zot dhe po ajo energji e bukur që të ka bërë ty të shikoje një postim para disa ditësh, që të bëjmë një seminar për ankthin, dhe të solli këtu para meje tani. Që ti ta ndihmosh veten, sepse në fund të fundit e meriton. Tani do flas si ai personi që kam qenë në të njëjtën dhomë të errët ku ti je, ku ndodhesh ti për momentin, ose dikush i dashur për ty. Të premtoj që do kaloj, dhe të premtoj që nuk është fundi botës, dhe të premtoj që asnjë nga ato mendimet që mendja jote ti thot kaq fuqishëm nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi. E di çfarë ka rëndësi në të vërtetë? Fakti që ti je këtu, para meje, gjallë, merr frymë. Ke mundësi të luftosh akoma. Përderisa Zoti të ka sjell deri këtu, në këtë fazë të rrugtimit, ka rezervuar shumë gjëra për ty. Derisa tani dua të flas si mentorja, terapistja, psikologja, e mira personave në 5 vite, që i kanë ndihmuar t'ja dalin me ankthin. Sado që unë ty të dërgova pak dashuri te pjesa e parë dhe do të dërgoj vazhdimisht dashuri, tani mund të dukem pak e ashpër kur të them që
duhet ta marrësh ti vendimin. Është vetëm në dorën tënde. Mëso të zhgënjesh të tjerët. Mëso të thuash jo. Mëso të harrosh gjërat që të tjerët të kanë thënë që kanë rëndësi në jetë. Dhe fillo t'ju japësh rëndësi gjërave që vërtet kanë rëndësi për ty në jetë, jo për botën, jo për njerëzit, jo për të tjerët, për ty. Sepse për sa kohë ti të ndjekësh hapat e të tjerëve, fjalët e të tjerëve, modelet e të tjerëve dhe ëndrat e të tjerëve, ti nuk do shpëtosh ndonjëherë nga ankthi. Ankthi është në të vërtet shpirti që u lëret, më nxirr nga kafazi, më shpëto, çfarë po më bën? Është energjia jote e pastër që ka ardhur këtu për të krijuar dhe jo për ta shfrytëzuar të tjerët. Ti ndoshta këto i di shumë mirë. Po atëherë pse nuk e ndihmon veten kur i di shumë mirë? Do thuash ti sikur është e thjeshtë. Më fal pak, çfarë është më e vështirë? Të bësh këtë gjë, të shpëtosh veten, të nxjerrësh shpirtin tënd nga kafazi, apo çdo ditë të mendosh vetvrasjen, siç bëja unë? Të bësh skenare në mendje se si ta bësh. Apo çdo ditë ta shpifi vetja jote, del para pasqyrës dhe thua e urrej veten. Çfarë është më e vështirë? Ta bësh një herë punën me veten dhe të shpëtosh për gjithmonë, apo gjithë jetën të zvarritesh duke urryer veten? Nuk je më fëmijë. Nuk jemi më fëmijë. Nëse unë e pi këtë gjë dhe më bën dëm, nuk duhet ta pi më. Nuk mund ta gënjej vetë, po do ta pi unë se më shijon se jam mësuar. Jo. Jo. Jo dhe pik. Dhe mos prit të të mbështesin, dhe mos prit të të kuptojnë. Kjo është kafe. Dhe nëse unë pyes dikë, çfarë shije ka kafja? Dikush që nuk e ka provuar ndonjëherë do thotë të hidhur se e ka dëgjuar. Ama dikush që e ka provuar kafen, ma shpjegon me detaje çfarë shije, çfarë nuance është ajo e hidhura e kafes, sa shumë të bezdis ajo e hidhura e kafes. Dikush që nuk ka vuajtur nga ankthi nuk të kupton dot kurrë se sa po vuan ti. Dikush që nuk ka vuajtur nga problemet e shëndetit mendor nuk ka se si të ta japi këshillën e duhur që të ndihmoj vërtet. Je ti dhe vetëm ti që do kapesh te Zoti dhe do ndihmosh veten dhe do shpëtosh veten. Dhe ka ikur koha në 2020 nuk guxova dola hapur. Më vendosën 100 epitete, punë e madhe. Ishin të vërteta ato që thanë? Jo, zero. Ama deri atëherë, sa mesazhe kam marrur që i kam ndihmuar njerëzit? Mira jetë të ndryshuara, të shpëtuara nga errësira, shpërndajmë dritë në çdo skut të errët të mendjeve, të atyre që janë gati. Ka ikur koha të kemi turp, do pranosh veten tënde siç je, ti plotësisht. Nuk është faji yt fundja që ti po përjeton ankth. Kush është ai që do që të vuajë çdo ditë nga ankthi? Kush është? Ma gjej, është dikush. Ti ke vuajtur shumë në fëmijëri. Ti ke kaluar shumë trauma. Ty të është ushtruar shumë presion i madh psikologjik, gjithë jetën tënde. Për gjërat më të mëdha se për çfarë të studiosh, të normalisht duhet të tjerë ta vendosin, deri te gjërat më të vogla, po pse si rregullon pak më ndryshe flokët? Po pse se vesh atë rrobën siç e ka vesh shoku apo shoqja? Po pse nuk flet pak më bukur, ti jesh më i shkafët, apo të flasësh më pak si shokët dhe shoqet? Na është ushtruar presion, qoftë edhe te njeriu që të zgjedhësh të kalosh jetën, apo si do ja vendosësh emrin fëmijës? Presion i madh, sepse jemi si shoqëri që ushtrojmë shumë presion. Dhe ky lloj presioni ty të ka bërë të luftosh një luftë në brendësinë tënde. Ankthi shpërthen kur në qenien tënde bëhet një luftë në mendje, luftë në zemër. Ti thua unë ndjej të bëj këtë gjë, po të thot mendja, por duhet të bësh këtë se të kanë thënë që duhet kjo. Dhe fillon lufta në brendësinë tënde dhe diku do shpërthej, deri në momentin që ti merr vendimin. Ti thua do vazhdoj këtë rrugë, siç ma kanë thënë të tjerët, apo do ndjek zemrën, ta liroj përfundimisht veten.
Do të them një të vërtet. Po vetëm për ty që je live tani dhe e meriton vërtet, prandaj je live këtu para meje, se ti e meriton vërtet dhe prandaj unë i fshi zhdu këto live dhe nuk dua t'i ruaj. E meriton ti me gjithë shpirt që je këtu para meje, do të them një të vërtet. Për sa kohë do vësh të tjerët para vetes tënde, nuk do shpëtosh kurrë nga ankthi. Për sa kohë do harrosh veten tënde për të kënaqur të tjerët, nuk do shpëtosh kurrë nga ankthi. Për sa kohë do e shikosh veten si të vogël, si zvarranik, si inferior, do të vitur, do skuqesh, nuk do shpëtosh kurrë nga ankthi. Duhet të zgjerosh kufit, limitet e mendjes, ta zmadhosh veten, ta shikosh si një njeri të madh veten tënde, të ka dhënë Zoti plotësisht të drejtën një, të marrësh vendime. 2, ta jetosh jetën si të doj 2 kokra e qejfit. Martohu me këtë duash, zgjidh profesionin që do, jeto ku të duash, në shtetin që do ti, ndrysho punë, hap biznes, mbylle, nuk heci, hap tjetri, provo diçka tjetër. Ec, eksperiencë jete. Provo, jeto, jo në një kuti. Shpirti yt nuk është bërë të jetoj në kuti. Prandaj i dashur apo e dashur, ti që ke ankth në këto momente, patjetër që do vuash. Se çfarë mendon ti jesh brenda kutis? O jo, po unë kam ankth. Po çfarë do të bëj ona? Çfarë do të bëj unë? Duhet të nxjerrësh veten nga kutia. Në 5 vite, në mira njerëz që i kam trajnuar sidomos për ankthin, baza ka qenë ankthi. Tani vonë kemi filluar me zhvillimin personal dhe me spiritualitetin. Nuk ka qenë një njeri që ta ketë kaluar ankthin, thjesht duke mbyll syt dhe unë të bëj magji, të shtyp një buton. Ka bërë punën vetë, unë i kam treguar rrugën, unë e kam marrë nga dora, kemi ecur bashkë, ato historitë e suksesit që ti lexon dhe shikon videot, janë të vërteta të gjitha ato. Patjetër që kam ndihmuar shumë njerëz, por nuk kam shtu buton, unë nuk bëj magji, unë nuk kam shkop magjik. Unë do doja ta kisha. Ti ndihmoj të gjithë njerëzit, edhe kur dalë në rrugë të shikoj të gjithë të lumtur, por nuk e kam, sepse nuk është ky ligji i universit, nuk është ky rregulli le ta quajmë që ka vendos Zoti. Zoti të ka dhënë të drejtën për të marrë vendime. Ti e vendos, do e shpëtosh veten apo jo? Unë nuk kam shkop magjik, unë të tregoj rrugën si ja dola unë vetë. Si kam ndihmuar të tjerët ja dalin. Ama atë rrugë do e bësh ti. Prandaj para se të mendosh shumë gjatë, sepse ja imagjinoj që ti e mbrapa telefonit, me një telefon ose e ke mbështet diku ose e ke në dorë, ke një blog aty mundesh të kapësh sa më shumë shënime, ndalo për momentin, thjesht ndalo pak. E imagjinoj je në një cep tavoline, shikon ndërkohë ata familjarë që të kanë shkaktuar ankthin tim, edhe mund të lëvizin aty nëpër shtëpi në këto momente ti i shikon. Që të ndihmosh veten, duhet ta ndash mendjen, ndaje mendjen. Çfarë do bësh? Lëri shënimet, lëri për momentin, ndaje mendjen. Nuk ka të bëjë vetëm me ankthin kjo. Ankthi është faza e parë e të jetuarit si vetvetja. Ankthi është shenja e parë, është tërmeti i parë i vogël që të shkund, të thotë zgjohu. Zgjohu, mëso të jetosh si vetja jote e vërtet. Zgjohu, mëso ta nderosh veten, ta respektosh, ta duash veten, ta vësh veten të parin. Njeriun e parë. Ta vendosësh veten tënde të parin. Ndaje mendjen çfarë do bësh. Nëse ti do fillosh një rrugtim për të shëruar veten nga ankthi dhe për të tejkaluar problemet e shëndetit mendor, qoftë frikë, mendime negative, dhe pretendon që këtë gjë do e bësh duke u kapur fort te të njëjtat bindje, të njëjtat mendime, jo, nuk funksionon. Mos më harxho as kohën time që të merrem me ty, ama unë dua që ti ta ndash mendjen 100%. E di që është e vështirë ta ndash mendjen, po ti i humbur që i humbur je, ti në fundje, çfarë do humbasësh? Çfarë do humbisja unë ato momente? Të gjitha kursimet që punuam në Angli që na u deshën 3 vite për të kursyer, brenda një viti u zhdukën, avulluan. Kur bëhet fjalë për shpirtin, kur bëhet fjalë që nuk qëndron dot në këmbët e tua, se rrëzohesh çdo 2 orë nga një atak paniku, për çfarë do ve lekët? Për çfarë do jetën më? Kur ti nuk jeton dot i lirë në mendje, trup, shpirt, për çfarë do jetën? Për çfarë do jetën? Tu të vjen në majtë të hundës, për çfarë do jetën? Dhe këto gjërat graduale, hap pas hapi, hapa të vegjël, se kshu e do puna, se kshu i kemi bërë në libra në shkollë, mos bjerë pre. Sepse nëse është diçka që është për të ardhur keq në shoqërinë shqiptare, është mënyra se si përfitojnë profesionistët e kësaj fushë, që mund të jenë mentor, mund të jenë psikolog, mund të jenë terapist, mund të jenë psikiatër.
Përfitoj nga dobësia jote apo dobësia ime. Unë e kalova pa medikamente dhe pa psikolog ankthin. Dhe unë kam bërë një trajnim që kam futur vite terapi me psikolog aty brenda. Çfarë do japi një psikolog në terapi, unë dua të jap të gjitha. Unë 4 javë dua të jap ty me gjithë shpirt çdo gjë, formulën e ankthit. Nuk duam të vish prapë te unë. Unë s'bëj seanca për ankthin. Jo, nuk bëj. Nuk pranoj të bëj. Nuk dua të bëj. Vetëm personat që më lutën ama dua, jo, nuk dua të bëj. Unë nuk dua që të rritë marrë lek nga ty çdo ditë me seanca. Nuk ndihem mirë unë për këtë gjë. Unë kam bërë një trajnim. Rruga që unë kam bërë, ndiqe, e ke gati. Ose shko në psikolog 5 vite e rresht, të mbaj varur. Jo, rruga, e ke gati, urdhëro. Për 4 javë. Merë, shpëto veten. Mos u bëj pre dhe mos bjerë pre. E atyre që nuk e din ç'a është vuajtja shpirtërore. Nuk e din ç'a është. Dhe nuk ka gjë më çnjerëzore se sa ta mbash dikë varur duke i dhënë shpresa. Pi një gotë ujë sot, shkruaj një mendim nesër. Jo. Ankthi kalon. Ti atë del që ta menaxhosh ankthin dhe ta kujtosh si një periudhë që sharake ndonjëherë, apo si një bekim siç e kujtoj unë. Por nuk bëhet sot një seancë, mëson një gjë të re. Nesër fol ti si papagall, të dëgjon personi që ke përballë dhe të thot hajde, shihemi mbas 3 ditësh. Jo. Nëse do i futesh me kokë ankthit dhe rrugtimit për ta shëruar ankthin, do zhytesh plotësisht. Do zhytesh plotësisht në brendësinë tënde. Dhe ky është hapi i parë fare që ti do ndërmarrësh për të jetuar misionin e shpirtit. Për të jetuar në rrugën që është e thënë që të jetosh. Nëse nuk vuan nga ankthi, ti ndoshta për shumë gjatë mund të jesh falco, të zvarritesh. Një jetë falco, një rol falco, një kopje shëmtuar e dikujt tjetër, dhe në vuajtje të vazhdueshme. Pa ankthi të shkund, të thotë zgjoh, dhe ti thua, ua, rrahje zemre, ua, më merret frua, ua, shiko, po më kontraktojnë muskujt, ua, po më mpihet dora, ua, po më mpihet mbas koke, ua, po shkëputem nga realiteti, po më largohen zërat, po rrëzohem, do mbjeri të fikët, po pikërisht, duhet të ndodhin këto që të kthesh fokusin te vetja jote. Ankthi është një thirrje nga Zoti që ti të zgjohesh dhe të jetosh jetën tënde, jetën për të cilën ke ardhur këtu në tokë. Dhe arsyeja që jam futur në aspektin shkencor është sepse nuk doja të më çani kokën me këto bisedat që ama se janë këshilla Instagrami, duhet profesioniste, po janë profesioniste, i kam të gjithë tituj shkencor. Dhe unë e them, ankthi është thirrje nga Zoti që ti të jetosh si vetja jote e vërtet. Mënyra se si e krijojmë në strukturën që të rrijepim njerëzit pastaj dhe të përfitojmë, është tjetër gjë. Dhe atë e di shumë mirë. Momenti që ti do punosh me ankthin, mënyra se si unë kam trajtuar ankthin, libër, seminare falas, kur them falas në YouTube, pa fund, ke sa të duash, kënaqe veten, ndihmoje veten, shpëtoje veten. Trajnimi i mirëfillt që unë jam me ty dhe të ndihmoj vazhdimisht për ta çuar nga fillimi në fund. Mënyra se si e kam strukturuar është e tillë që ti vërtet vjen te unë, që unë të të ndihmoj për ankthin, ose ti vërtet fillon të ndihmosh veten tënde për të tejkaluar ankthin. Por ne do bëjmë zhvendosjen e fokusit. Fokusi yt do jetë te gjërat që vërtet kanë rëndësi. Do të jap një shembull shumë të thjeshtë të përditshëm, se më pëlqen shumë që të jap këto shembuj të përditshëm. Ti je shtrirë në divan, dhe ndihesh pa humor, pesimist, nuk e dëshirë të çohesh, mos siç kemi përjetuar të gjithë në jetën tonë, këtë gjendje. Nëse ka nga ata që se kanë përjetuar, bravo ju qoft, çfarë të them unë. Ne njerëzit normali përjetojmë. Të gjithë kalojmë një ditë që duam të rrim shtrirë dhe s'duam fare, ndihemi të depresionuar. Dhe unë do të them ty, shiko, ço nga divani tani, se do bëjmë një ushtrim ne të bukur që të frymëzoj ty që kur të çohesh nga divani, ti jesh më i frymëzuar. Apo të them ço nga divani, se do ikim tim një kafe bashkë, të shikojmë një vend të bukur. Kur do çohesh ti më shpejt nga divani? Në rastin e parë apo në rastin e dytë? Sigurisht në rastin e dytë. Ne na frymëzojnë shpirtin gjërat e bukura, apo ato gjërat që na premtojnë ndjesi të bukura. Prandaj te trajnimi funksionon në këtë lloj mënyre. Unë nuk mundem të rri gjithmonë të çukas ty aty te koka. Dgjoj. Ankthi, të shpëtosh nga ankthi. Pi një gotë ujë të shpëtosh nga ankthi. Bëj këtë ushtrimi të shpëtosh nga ankthi. Bëj këtë veprim të Jo. Ma jep dorën,
se do shkojmë në një vend të bukur bashkë. Do shkojmë në një vend shumë të bukur, që ti të përjetosh ato ndjesitë që e meriton ti përjetosh. Dhe sa më shumë ti ta kesh fokusin te ai vend i bukur, do thahet ankthi. Si ajo lulja që thahet, vyshket ikën, harrohet, do vi një moment që ti e harron. E tregon si histori, siç po e tregoj unë tani. Histori. Prandaj është shumë e rëndësishme që të jesh i sinqert me veten. Dhe të marrësh vendime për më tepër. Tani, është i vetmi seminar, janë të vetmet live që bëj për ankthin që nuk strukturoj asnjë gjë, shumë e çuditshme kjo puna ime. Asnjë gjë. Thjesht mbyll syt dhe them futu live. Edhe fol për ankthin. Në mbyllje të librit, manuali menaxhimit të ankthit, sepse gjithë rrugtimin tim e bëra dhe libër, e bëra manual. Është fleta e fundit e librit që unë e falenderoj shumë ankthin, sepse mua më zgjoj. Sot e kësaj dite ka njerëz akoma që habiten me rolin që unë kam marrë, me këtë jonën që është krijuar tani, e quajnë shumë egoiste. Çai duket vetja kur u bë ajo, si flet më shikoj gjeti. Nuk ishin mësuar. Ishin mësuar me atë jonë duke u zvarritur, po, patjetër, isha aty për të gjithë, patjetër. Isha gati për të gjithë, kisha lënë dëshirat e mia. Të çohem unë, të bëj ecje vetëm duke shijuar ecjen, e të them jo dikujt për të pirë kafe, është e pa dëgjuar. Mos të marrë unë telefon shoqen e ngushtë që të bëjmë llogje që në pikë të mëngjesit, ama të ulem të shkruaj, të bëj trajnime, të plotësoj ditarin tim, të bëj fitness, është e çuditshme, e pa dëgjuar. Të guxoj unë nën me fëmijë, të shkruaj libër, të ndërtoj një të bëj video online. Turp! Video online. E pa dëgjuar. Po mbi alarmi që më duhet ta mbaroja njërën pjesë të shpjegimit. Shumë mirë që vendos alarme. Shumë mirë që vendos alarme, se ndryshe unë e zgjas shumë. Kështu që bëjmë një përmbledhje dhe filloj me hipnozën. Pra ishin gjëra të pa dëgjuara. Çfarë thua ti? S'bet fjalë. Gjëra të pa dëgjuara. Sepse isha mësuar me atë figurën që unë kisha krijuar, që isha gati për të tjerët. Nuk dija si ta respektoja veten. Me thënë, edhe ato vlera që kisha mundesha me atë modestin që e ke parasysh si zvarranike. Si zvarranike më dukej vetja. Jo si krijesa e fuqishme që unë jam, që ti je, se kështu na ka krijuar Zoti. Pse dikush merr atë rolin, më çfarë bresi? Dgjoj, se mua më duhet kjo gjë, më duhet ky nder. Pse është aq i fuqishëm sa ka guxim të kërkon nderet, të thithë energjinë tënde? Jo më. Jo, nuk mundem. Hajde se dëgjojmë se jam me zën. Tronditje emocionale. Si ka mundësi ku e gjeti guximin, si është bërë kështu kjo? Lëri të lëri. Ata njerëz i largon Zoti nga ty, që të mbroj, edhe të shpëtoj. Po përsa ko ti kesh këta njerëz pranë, gjithmonë do vuash nga ankthi. Gjithmonë do vuash nga ankthi. Harroje të kesh pranë të njëjtit njerëz vampir energjie, që të helmojnë shpirtin dhe mendjen, dhe ty të jesh njëri ndryshe. Jo. Megjithatë, ka njerëz në jetën tonë se që janë prindrit, siç është personi që ne kemi në krah. Fatkeqësisht mund të jenë njerëz toksik, njerëzit që takojnë për ditë. Në vendin e punës nuk po e përfshi. Brenda një dite ndryshohet vendi i punës. Nuk dua të dëgjoj teori, po na duhet rroga, po e di se sa opsione pafund ke aty jashtë? E di se sa njerëz do donin të të kishin ty në vendin e punës? Si punonjës, harroje këtë. Por çfarë të bëjmë për familjarët kur jemi të detyruar të takojmë për ditë? Sepse nëse gjendja bëhet aq toksike, sa ti nuk e përballon dot më, që mund të ketë rëndes shumë të madhe emocionale, patjetër që do largohesh edhe nga prindrit, edhe nga familja. Nuk ka rëndësi, helmi është helm, nëse ti vendos një helm këtu dhe je një i panjohur, un po ta pi këtë gjë, i ktheva këmbët nga dielli. Ama edhe nëse prindi im po e vendosi helmin dhe un ta pi, i ktheva këmbët sërish tu. Helmi është helm, nuk ka rëndësi nga kush vjen. Ty të dëmton shpirtin, të helmon shpirtin dhe mendjen. Prandaj do kesh parasysh, nuk ka rëndësi është njeriu i dashur, e ke në farefisë, e ke në familje, në vendin e punës, është personi që ti ke zgjedhur të kalosh jetën, momenti që ty të jep ankth dhe të jep ndjesi negative në trupin tënd, largoje nga vetja. Megjithatë do krijojmë një farë strategjie se si ti
të krijosh një mburoj me energji të pastër rreth rrotull vetes që ta mbrosh veten tënde nga njerëzit. Tani ka diçka, do flasim pak e lidh këtë temë dhe me spiritualitetin avancuar, se këtë kam kuptuar te vetja ime. Momenti që ti je me persona të cilët sikur zbrazet energjia, pasi flet me ata je në tokë, nuk ke më energji, mbaj mend që këta persona kanë shumë energji të errta në aurën e tyre, shumë energji të errta. Kështu që duhet ta mbrosh veten nga ta. Nuk duhet të diskutosh. Çfarë është më e rëndësishme? Numri 1, mos i trego planet e tua. Mos i trego planet e tua me asnjë person. Mos i trego ëndrat e tua, dëshirat, ti vrasin ata, të vrasin ëndrat. Mos i trego. Mbaj për veten tënde, puno në heshtje. Edhe në rrugtimin që do fillojmë bashkë, që do punosh me anktin. 0, mos i trego njeriu në heshtje. Bëje çdo gjë në heshtje, sepse këta njerëz ta ulin energjinë në tokë. Edhe ti vrasin ëndrat. Për çfarë tjetër doja të thoja, mos e më iku, ishte diçka shumë e rëndësishme, prit. Tjetër, çfarë është e rëndësishme? Këtë nuk dua të më ikte pa shpjeguar. Ankthi, se po flisja për spiritualitetin avancuar, ankthi nuk ka të bëj vetëm me atë që ti mendon, sepse është pak më e komplikuar. Ka të bëj dhe me trupin tënd. Pra shumë ndjesi të cilat ti i përjeton në trup dhe i ke përjetuar një herë, vjen momenti që trupi i njeh dhe i përsërit në mënyrë automatike sa herë i ngacmon një mendim i caktuar. Dhe kur thell në trupin tënd, aq më tepër e lidhi me atë që bëm dje, që folëm për traumat, ka trauma të patrajtuara, ankthi gjithmonë do të japë sinjale, mund të jetë ulje ngritje, mund të jetë në nivele shumë të larta një ditë, 3-4 ditë thua jam me qet, jam në rregull, ose 3-4 javë ose 3-4 muaj ndonjëherë dhe pastaj thua po pse u kthye? Po ç'a ndodhi? Unë isha mirë, pse më kthye? Sepse ka gjëra shumë më të thella që duhet i shërosh. Prandaj për të gjithë ata, për ty, do flas në njëjës, për ty që më ndjek në këto momente. Unë nuk dua të harxoj kohën time, edhe madje mua, domethënë kur unë bëj seanca individuale me një njeri, mua mbi energjia, nuk dua të mbierë energjia ime, dua të jap këtë shkëlqimin tim dhe unë jap shkëlqimin kur jam te trajnimi. Kam organizuar trajnimin. Trajnimin nuk e kam organizuar tani, ka 4 vite që e bëj. Ka njëra vlerësime si trajnim. Unë dua të punoj 4 javë me ty dhe nuk dua të shikoj më ty. Me gjithë dashurinë që kam për ty dhe mirënjohjen. Nuk dua më që të vish te unë, unë të jap gjithçka që unë kam provuar dhe që shkenca ka provuar dhe unë e kam përjetuar që funksionon për ankthin. Unë ta jap në 4 javë në një trajnim, pse duhet unë të të mbaj varur ty? Pse duhet të të mbaj varur? Muaj dhe vite, jo. Kështu që në datën, për të shikoj kalendarin që t'jem sa më sakt. Në datën 15 prill, fillojmë me grupin e 15. Grupi 15 i trajnimit për të menaxhuar ankthin. Kështu që nëse do ta ndihmosh vetëm, ma lër mua në dorë. Atë trajnim e kam bërë për fëmin tim. Që nëse nesër do i duhet fëmijës tim, se do ketë emocione të ulta apo ankth, i kam marrur masat. E kam bërë me shpirt, sikur e bëj për fëmin tim. Çdo gjë që unë bëj e bëj me shpirt. Dua të jem e qetë në fund të jetës. Dua të jem e qetë në fund të ditës. Nuk dua të ngarkoj shpirtin me hakën e tjetrit. Te unë kanë ardhur persona që kanë marrë kredi për trajnime. Si mundet unë të flej qetë kur e di që kam marrë kredi? Po, flej qetë se i kam dhënë me gjithë shpirt çdo gjë që unë di dhe çdo gjë që unë kam përjetuar. Prandaj nëse do ta ndihmosh vetëm, unë jam këtu për ty. Po të lutem, ndaje mendjen. Vetëm ata që e kanë ndarë mendjen. Unë dua të shpëtoj nga ankthi sepse më ka ardhur këtu, nuk mundem më të zvarritem. Vetëm ata persona. Ama nëse do vish te unë, po Jona, po shiko, unë e bëra ushtrimin. Po mirë, ti ma shpjegove, po unë kam ankth, po si t'ja bëj? Jo. Nëse do zhytesh plotësisht, do zhytesh plotësisht. Që ta shpëtosh veten. Kjo është çështja. Prandaj, trajnimi fillon datën 15. Po do bëjmë diçka shumë të bukur për trajnimin. Deri në orën 8, nga tani që është ora 7 pa çerek, deri në orën 8, do kesh mundësinë që të komunikosh te numri WhatsApp-it me vajzat e stafit dhe ti thuash, vi nga live-i dhe dua të regjistrojmë te trajnimi i ankthit. Dhe unë e përfitoj me 10% ulje. Pra ti e përfiton me 10% ulje dhe përveç kësaj përfiton manualin e menaxhimit të ankthit, falas nga unë dhurat, dhe një seminar që unë sugjeroj të jetë seminari traumave. Pra trajnimi ti e përfiton me 10% ulje dhe nga unë dhurat ke manualin e menaxhimit të ankthit dhe seminarin e traumave që të punosh me ankthin bashkë te trajnimi 4 javë dhe paralelisht me seminarin për të trajtuar traumat. Kaq që ti nga unë, ti që je këtu, dhe je duke më ndjekur tani live, deri në orën 8 në mbrëmje. Kështu që komuniko me stafin,
Pasi të bëjmë hipnozën, tani kemi hipnozën, mos mu largoni. Pasi të mbarojmë hipnozën, komuniko me numrin e WhatsAppit, edhe aty e përfiton trajnimin me 10% ullje, një seminar dhurat, edhe manualin e menaxhimit të ankthit dhurat. Ata që e kanë bler manualin mund të marrin një libër tjetër, pa problem. Se gjejnë fjalën për këto gjëra, s'është problem. Ndihe mirë kur ju jap një shtys më shumë që të ndihmoni veten. Ideja është këtu. Në këtë pozicion që ju më shikoni, ka marrë pozicionin e mentores, ka marrë pozicionin e një psikologeje, ka marrë pozicionin e një trajnereje. Trajnojmë trurin, trajnojmë trupin, në gjithçka, të gjitha ju ofroj, ju e dini. Ideja është që mbas kësaj perdes që ti shikon, nuk dua të shikosh një njeri. Një njeri të thjesht, të vërtet, që kam qenë aty ku je ti tani në këtë momente, ta ndjej shumë dhimbjen. Edhe e di shumë mirë ku i ke ti pasiguritë e tua, e di shumë mirë ku i ke frikrat e tua, prandaj të thash ta premtoj që do kaloj. Ti e ke të vështirë ta imagjinosh një të ardhme pa ankth, po ta premtoj që ekziston. Kur ti vua nga ankthi, nuk ke imagjinon dot veten tënde të fuqishme, të ecësh me vetbesim, e di, por ta premtoj që ekziston. Vetëm në këto momente, energjia jote është pak e ulët, detyrimisht trupi është mësuar me këto emocione, me këto frekuenca, me këto energjie. Edhe nuk është se jep trurit ndonjë nxitje, për shembull të ndihesh papritur ti ndonjë nxitje, e ke parasysh optimizëm, frymëzim, mirënjohje, ti nuk i ndjen, ti je në tokë. Dhe kur truri është i mbyllur, ajo dritaria e vogël është e mbyllur, shikon vetëm atë çfarë është ofruar vazhdimisht, ajo gjë përsëritet. Pra ti je futur në atë kurthin e ankthit, në atë kurthin e frikës, në atë kurthin e programimit negativ që ke në mendje. Dhe të kontrollon ty jetën. Po si mundesh ti të lejosh të kontrolloj jetën, diçka e padukshme, nuk ekziston, është e padukshme. Nuk ekziston, është iluzion, dhe ti je krijesë që je krijuar nga Zoti. Edhe mund të kontrolloj ty jetën frika, që është një teknik, metodë që e përdori për të na mbajtur në të vegjël? Jo. Shumica e njerëzve që un kam punuar me ta në lidhje me ankthin, kanë qenë në dilemë, prandaj vuanin nga ankthi. Çfarë të bëj? Të zgjedh për të studiuar këtë gjë apo këtë gjë? Çfarë të bëj? Të ndahem apo të rri me këtë personin që më vjedh lumturim për ditë? Çfarë të bëj? Të emigroj apo se mos lë prindrit e si të lë prindrit vetëm? Çfarë të bëj? T'ju them prindërve të ikin në shtëpi veç apo të vazhdojnë të rrinë në shtëpi me ne, edhe pse e kam të vështirë? Jo. Ose çfarë të bëj? Sidomos nënat, ta çoj fëmijën në çerdhe të punoj të ndjej karrierën time apo të rri me fëmijën se mos ndihem nënë e keqe? Jo. Ti nuk mund të rish në dilemë. Ti do ndjekësh thirrjen e brendshme. E ndjen ta ndjekësh karrierën do e bësh. E ndjen ti thuash prindit të shkon në shtëpi vetë se kjo është gjë më normale, po flasim për gjërat më bazike, po ja që duhet të flasim, kjo është kultura jonë e dashur shqiptare. Na kanë projektuar shumë gjykime, shumë paragjykime, na kanë projektuar shumë frikëra, shumë ndrydhje emocionale, ne duhet të heshtim, të zvogëlohemi. Dëshirat tona janë të pakonsiderueshme derisa momenti vjen një moment shpërthejmë. Shiko, mungesa jote e lumturisë askujt nuk i bën përshtypje. Deri në momentin që ti shpërthen, kur ti shpërthen, kthejnë kokën të gjithë, thonë, "Ç'a ndodhi me këtë? Po ishe mirë." Jo, ti nuk e qenë mirë. Nuk e qenë mirë për asnjë moment, paskush nuk donte t'ia dinte që ti nuk ishe i lumtur. Deri në momentin që ti shpërtheve. Atëherë patjetër se ju prishet qetësia, apo kjo ç'pati. Kështu që do fillojmë sot. Hapi parë është hipnoza që do bëjmë. Meditim me teknikë hipnoze. Është për largimin e mendimeve negative, për largimin e frikrave, për largimin e pasigurive, për qetësimin e gjendjes së ankthit. Hapi parë është kjo gjë që do bëjmë tani bashkë. Dhe hapi dytë, fillo trajnimin. Do punojmë të trajnimi, janë 4 javë, janë 8 seanca, e di që është shumë intensive, kam shtuar 3 seanca shtesë të trajnimi ankthit, e di që është shumë intensive, kam shtuar dhe një hipnozë shtesë, kam shtuar dhe një vizualizim shtesë. Pra, është shumë intensiv si trajnim, por në 4 javë unë duhet të t'jap gjithçka që ti ke nevojë. Dhe çfarë ka më shumë rëndësi, këtë ofroj vetëm te trajnimi ankthit, edhe kur e mbaron trajnimin i ke të gjitha të ruajtura, ti mund ta kesh për gjithë jetën aty. Pra, trajnimi 4 javë vet pak, jo me nxitim, por ndihesh i detyruar të bësh detyrat, të bëjmë ato seancat live bashk, edhe normalisht që nxiton deri diku. Kur mbaron trajnimi, afati trajnimit, ti e ke gjithë jetën trajnimin tënd, ke akses të përjetshëm te websajti dhe e ke aty trajnimin, i rikthesh sa herë të duash, sa herë ta ndihesh të nevojshme. Jam e sigurt, 90% s'do e kesh të nevojshme. Jam e sigurt.
Kështu që kaq për momenti, filloj me hipnozën, okay? Bëhemi gati. O, 20 tragedi, sa bukur që duket. Ndërka jam shumë e lumtur që e bëra palestrën, jam shumë e qetë, e bëra për sot. Kështu që kam vetëm ecjen për të bërë me ju. Atëherë, grupi jemi gati, e bëjmë hipnozën. Ndoshta dikush mu bashkua sot për herë të parë dhe më ndjek sot. Hipnoza është një meditim, si meditimi normal, veç se ka fokusin të përqendruar në brendësinë tënde dhe sot kemi për synim me hipnozën që të shkojmë dhe të sugjerojmë disa ndryshime të nevojshme të nën vetdia. Pra sot do punojmë me mendjen tonë të pavetdijshme. Pra hipnoza sot synon që ne të bëjmë disa ndryshime të nën vetdia jote. Etleva thotë shikoj për herë të parë. Etleva, mirë se na u bashkove. Shumë dashuri për ty, edhe për të gjithë ata që janë për herë të parë këtu. Atëherë të largojmë toksikët, do me thënë të largojmë mami, babin, motrën, vllajin, burrin. Ti largojmë përjetësisht nuk i largojmë dot sepse i duam. Kemi dashuri, janë prindrit tan, janë familja. Flas për familjen biologjike, mami, babi, motra, vllai. E lëm burrin për momentin e lëm burrin. Sepse është shpjegim tjetër. Por ti rallosh takimet me ta po. Të rallosh telefonatat. Nëse flet 2 orë, fol 20 minuta. Nëse e takon 5 herë në javë, takoje 1 herë në javë. Ti nuk i heq dot qafe, sepse është familja jote, po takoj me rrallë. Këtë e kisha fjalën. Ndërsa burrin apo gruan, ideja është momenti që e ke një njeri toksik të vazhdueshëm, ja vlen një jetë e tillë? Pyet e veten. A ja vlen një jetë e tillë? Dhe çfarë është më e rëndësishme, para se ti largosh gjithë këta njerëz, jepi mundësinë vetes tënde. Jepi mundësinë vetes tënde, po thoja, që të shërosh njërë veten, sepse ndoshta papritur ndryshojnë edhe ata, sepse ndodh. Kur ne shërojmë veten, papritur ndryshojnë shumë gjëra rreth rrotull nesh, dhe mënyra se si të tjerët sillen ndaj nesh. Sepse kur ti fillon respekton veten, ja imponon atyre në heshtje që dhe ata të respektojnë ty. Prandaj, fillo të shërosh veten në fillim, pastaj me radhë të tjerët. Fillojmë tani meditimin. Atëherë Lola thot nga Kosova të përcjelli me shumë dashuri. Faleminderit. Do zgjasi diku te çfarë rekorde 20 minuta. U shumë njerëz për herë të parë. Mirë se na u bashkuat. Më vjen mirë që jeni këtu. Atëherë, do bëjmë hipnozën. Ju lutem mos mu largoni tani që do bëjmë hipnozën për pjesën e trajnimit që është me ulje çmimi, që përfitoni seminarin, që përfitoni dhe librin falas. Pasi të mbaroj hipnozën, shkoni me një herë aty. Prandaj lash orën 8:30, po e lë orën 8:30 sepse ja tani që po shkon ora 7. 7 pa 10, pa 5. Kështu që sa ta përfundojmë ne, mund të shkojë ora 8:15, 8:20, deri në 8:30. Keni mundësi që ta përfitoni me ulje, vetëm ju që jeni këtu live. Fillojmë. Hajde grupi, bëhemi gati. Do sugjeroja që të qëndroni shtrirë. Nëse keni mundësi, të qëndroni shtrirë. Nëse jo, ulur në karrige, por të mbështetur dhe shpina drejt. Shpina të qëndroj drejtë, sa më drejt. Do vendosim kufjet dhe mbajmë afër një gotë me ujë. Pas hipnozës gjithmonë, pas meditimeve, vizualizimeve gjithmonë, pini sa më shumë ujë. Kështu që bëhemi gati, vendosim kufjet. Në një vend që të ndihemi rehat, shtrirë do ishte ideale, në të kundërt edhe ulur pa problem, dhe bëhemi gati për hipnozën. Hajde grupi, hajde. Do hedhim pak dritë në mendjen tonë. Do uisim ato gjërat e bukura në mendjen tonë. Do falim pak më shumë dashuri vetes. Do japim pak disa sugjerime më pozitive vetes tonë. E meritojmë. Nëse më përpara moda ka qenë kjo që të ka hip vetja në qef, tani është moda e re ta duash veten, ta kesh qef veten. Ku ka më mirë se sa ti jesh rehat me mendjen tënde, me trupin tënd, me veten tënde. Ta shikosh veten ti thuash ti e dashuri. Ku ka më mirë? Kjo është moda e re. Prandaj hajde forca, bëhemi gati. Prit. Jo, i flas me veten, se kështu flas në herë, komunikoj me veten. Prisni më grupi, shërupi.
sepse s'kam bërë gati frekuencën. Prit se e bëj kështu, s'kam bërë gati frekuencën, ja se e bëj ndryshe. Se s'dua të frekuencë që ishte mbrëm se kishte shumë shkëputje. Ja, është kjo. O, bebo, qa më ka dërguar? O, Mario, qa frekuencë më ke dërguar, Mario, ta dhja që më ke nisë këtë? Jo, nuk do bëj këtë, do bëj diçka tjetër. Se kjo është shumë e thellë. Kjo është shumë e thellë, është për hipnozat më të gjata, ne nuk e kemi kaq të gjatë si hipnozë, është shumë e thellë edhe nuk, jo, do bëj diçka tjetër. Do bëj diçka tjetër. O Gerta, o drit, Gerta ka qenë pjesë të trajnimit, edhe thotë më mungojnë hipnozat. Atëherë ja sa të gjej një moment të duhurën. Sot jemi shumë mirë me kohën, pa 5 po shkon ora, kështu që jemi shumë mirë. Po mëse jam e rësit, tani shikoj që s'kam të esas dritat. Palestra mirë është, po para live-it nuk, dhe me thënë nesër nuk dua ta bëj para live-it, edhe ditët në vazhdim, se jam shumë e çakorduar. Sot kisha këmbët, edhe me lodhi pak, ja prit. So, jemi të frekuencat, tham, futemi. Shumë dashuri për të gjithë, sidomos për ju që jeni këtu për herë të parë. Nuk mundohemi më të jemi perfekt, nëse na iku jeta, kështu të jesh perfekt i ken jeta kot. Mundohemi të jemi vetvetja, kjo është pjesa më interesante. Ne thjesht mundohemi të jemi vetvetja, të hapim zemrën, të guxojmë të jemi vetja jonë e vërtet. E gjeta? E gjeta. Vetëm jo meditimin, hipnozën që do bëjmë, jo nëse jeni duke i dhënë makinës, jo nëse jeni në vendin e punës. Tani. E dëgjoni, është mirë? Enkeleda, edhe 100 vite të lumtura. Ja më thoni, e dëgjoni? Po, në rregull. Jo, ju lutem, jo në makinë, jo, dikush thotë, jo në makinë. Unë nuk e sugjeroj që t'i bëjmë meditimet dhe hipnozat në makinë, vetëm në rast që hap krahun, bën meditimin edhe pret 10 minuta, vendos të një muzikë pak me ritëm pas hipnozës, pi shumë ujë, derisa të kthesh sërish në valët beta të trurit, ashtu po. Atëherë, jemi të gjithë gati. Ju dua shumë, ju dërgoj shumë dashuri, edhe unë jam më se gati. Këto meditime dhe këto hipnoza bëhen me qëllimin e vetëm që të shtohet sa më shumë dritë në zemrat tuaja. Dhe gjatë këtyre hipnozave, meditimeve kolektive, që jemi shumë njerëz, po shkojmë her pas here shkojmë 500, le të them jemi diku te 480 persona që do jemi në meditim. Janë meditime me shumë persona, kështu që është e rëndësishme që unë të bëj diçka. Të secili person që është pjesë e këtij meditimi, kësaj hipnoze, dërgojmë një shtresë me energji mbrojtëse, një dritë të bardhë të pastër, që i mbron aurën e vet dhe energjinë e vet. Kështu që ti do futesh i mbrojtur në hipnozë. Edhe unë jam e mbrojtur dhe çdo njeri këtu është i mbrojtur. Futemi në hipnozë me qëllimin për të ndryshuar subkonsciencën tonë. Gjatë hipnozës kontrollin e ke ti dhe vetëm ti, mbaje mend këtë gjithmonë. Unë flas, ti më ndjek mua, por nëse do, thjesht i hap syt dhe zgjohesh, e ke ti kontrollin. Fillojmë. Jam shumë e lumtur sot. Jam shumë e lumtur me këtë hipnozë. Frekuenca dëgjohet, unë jam gati. Hajde, bëhemi gati. Bëhemi gati grupi. Sa të bëjmë pak gati, vetëm një moment. Se pastaj nuk kollitem dot më.
Atëherë bëhemi gati për hipnozën. Hipnoza që do zhvillojmë sot është për largimin e mendimeve negative, largimin e frikës, qetësimin e ankthit dhe rritjen e vetbesimit. Mund të qëndrosh shtrirë ose në pozicionin ullur në një karrige me shpinën drejt. Sigurohu që të jetë një pozicion i rehatshëm për ty. Nëse je pozicionuar, mbylli syt ngadalë. Ngadalë so frymarrjen, lëshoj shpatullat të bien poshtë, liroj pak knofullat, lejoj që të ndahen njëra nga tjetra. Dhe fillo të marrësh frym ngadalë me hund. Merë frym ngadalë. Çoj ajrin te barku. Dhe nxirre frymën nga goja. Lejoje trupin të relaksohet. Tani çoje fokusin te fytyra. Lejoj muskujt e fytyrës të lirohen, të relaksohen. Vazhdo të marrësh frym ngadalë. Tani çoje fokusin te shpina. Lejoj të gjithë muskujt të lëshojnë plotësisht. Vazhdo të marrësh frym ngadalë. Me çdo frymarrje, lejoje trupin të pushoj pak. Lejoje trupin të qetësohet. Dhe sa herë nxjerr frymën, largo çdo tension nga trupi yt. Tani çoje fokusin te pjesa e kraharorit. Atë kontraktim që mund të kesh, lejoje të largohet ngadalë. Atë të gjithë muskujt të relaksohen. Liroj shpatullat. Liroj krahët. Lejoj muskujt në krahun tënd të majt të relaksohen plotësisht. Tani çoje fokusin
krahun e djathtë. Lejoje të largohet çdo tension, të dalë nga ty. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë. Dhe ndijeje këtë valë relaksimi. Se si e liron çdo muskull. Edhe muskujt më të thellë. Duke spritur gjithmonë më poshtë, te stomaku, te barku, te ijet, te të dyja këmbët, duke shtyrë dhe duke larguar çdo tension. Ndije muskujt e këmbëve, se si lëshojnë plotësisht. Dhe trupi yt është pak më i rënduar. Është i zhytur në një gjendje rehatie. Tani dua të imagjinosh një shkallë e cila ka 10 hapa. Do i zbresësh të gjithë këto 10 hapa. Kur unë të them. Dhe kjo shkallë të çon në një vend shumë të bukur në natyrë. Është një vend i dashur për ty, ku ti je i mbrojtur dhe i sigurt. Është një vend i bukur te nën vetëdia jote. Edhe ti ke mundësinë të shkosh aty dhe të ndryshosh gjërat që ti do që ti ndryshosh. Unë do numëroj nga 10 atë njëshi dhe me çdo hap që ti do hedhësh, do e ndihesh gjithmonë dhe më shumë trupin që zhytet në këtë gjendje relaksi, qetësie dhe paqeje. Mbaj mend që po shkon në një vend të sigurt për ty, ku ti ndihesh shumë mirë edhe i qetë. Tani fillo të zbresësh shkallët. 10, 9, 8, 7, lejoje trupin të zhytet akoma më shumë. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tani ndodhesh në një hapësirë të madhe. Tani ndodhesh në një plazh. Ktheu nga deti, shiko detin. Vazhdo të ecësh. Ndjeje rërën e ngrohtë në shputat e këmbëve. Ndjeje aromën e detit. Dëgjoj zhurmën e dallgëve. Është një ditë e bukur. Qielli është blu. Ka disa re të bardha.
ndihesh i lumtur që je këtu. Ky plazh është një vend pastrimi ku ti ke mundësi të pastrosh nga nën vetëdia jote çdo mendim negativ, çdo frikë, çdo tension, çdo ndjenjë ankthi, çdo pasiguri që ke. Ty të ka dhënë Zoti aftësinë që ta ndryshosh veten, ta shërosh veten. Tani vazhdo të ecësh ngadalë dhe shko drejt ujit, drejt detit. Vazhdo të marrësh frymë ngadalë dhe shijoj këto momente. Tani që u afrove, mund të fusësh pak këmbët në ujë, ndiheje pak ujin. Si është? Është shumë i ftohtë? Si ndihesh në këto momente? Tani, dua që të fillosh të ndërtosh një kala prej rëre, si ato kalat që ndërtonim kur ishim të vegjël. Do marrësh nga ajo rëra dhe do fillosh të ndërtosh një kala të bukur, një kështjell të bukur. Por atë kështjell ti do ta ndërtosh me mendimet e tua negative. Do zgjedhësh në mendjen tënde çdo mendim negativ. Cilat janë ato mendime që ty të shqetësojnë më shumë gjatë një dite? Merri të gjitha dhe fillo të ndërtosh atë kalan. Cila është ajo frikë që ty të shqetëson më shumë? Merr edhe atë vendoset e kalaja prej rëre. Po cilat janë pasiguritë e tua? Çfarë të shqetëson? Gjatë një dite, çfarë pasiguri ke? Çfarë frike ke? Të gjitha vendosit ajo kështjell prej rëre. Tregohu i vëmendshëm, shiko me kujdes. Zgjidh të gjitha mendimet që ty të shqetësojnë dhe që do t'i largosh nga vetja. Zgjidh të gjitha frikrat që ti do t'i largosh nga vetja. Të ka dhënë Zoti aftësinë që ta shërosh, ta ndryshosh dhe ta pastrosh veten. Sigurohu të largosh çdo mendim negativ. Tani do të lë 2 minuta që të zgjedhësh mendimet e tua negative, frikrat, pasigurit, dhe me to të formosh një kështjell prej rëre.
shikosh me kujdes se ndoshta ka ngel ndonjë mendim pa e marrë ende, pa e pastruar. Tani që e ke boshatisur nën vetdijen tënde nga të gjitha mendimet negative, tani që e ke pastruar veten nga çdo frikë, tani ti je gati. Tani ti je gati ta mbushësh veten me vetbesim, mendime pozitive, me ëndra të bukura, me lumturi. Tani drejtoje trupin, edhe qëndro sipër asaj kështjelle prej rëre dhe shikoje pak nga lart. Shikoje çfarë mban aty. A doja dal tot? A do jem ndonjëherë i lumtur? A do kem ndonjëherë vetbesim? A do e dua ndonjëherë veten? Janë të gjitha këto pyetje pa siguri, frikra që ti ke. Të gjitha mendimet negative. Të gjitha janë aty. Tani shiko se si dalgët gjithmonë po i afrohen më shumë kësaj kështjelle prej rëre. Vazhdo të mbash sytë te kështjella dhe shikoje se si po i afrohet ujë më shumë. Dhe më shumë. Edhe më shumë. Dhe ja ku erdhi momenti, e mori me vete thellësia e detit çdo mendim negativ. Shikoje se si u shpërbë e gjithë kjo kështjellë e mendimet e tua negative. Shikoje se si u pastrua. Çdo grimcë frike merr frymë thellë dhe ndijeje lehtësimin që ti ke në shpirt. Shiko rreth rrotull, je ti, është qielli blu, është deti i pafundëm. Jeta është gati për ty. Jeta po të pret që të japi më të mirat e mundshme, sepse i meriton. Ti meriton më të mirën nga kjo jetë. Ti e ke aftësinë të mendosh pozitivisht. Ti e ke aftësinë ta duash veten. Mendja jote e pavetdijshme është liruar një hapësirë shumë e madhe dhe është gati që ti ta mbushësh me afirmime pozitive, me ëndrat e bukura, me planet për të ardhmen. Jam shumë krenare për ty, për guximin që ke, për forcën që ke, për dritën e bukur që ke në shpirt. Ti e dashuri, ti e dritë e pastër e Zotit. Ti meriton të buzëqeshësh, ti jesh i lumtur, ti meriton të jetosh një jetë pa frikë, i lirë në shpirt dhe në mendje. Dhe ti sapo e ke përgati mendjen tënde për të hedhë themelet e pozitivitetit. Shijoj edhe pak këtë energji të re në trupin tënd. Shijoj edhe pak aromën e detit.
Dhe kujtau që kur të kthehesh dhe të ngjitesh shkallët, do jesh një njeri ndryshe, me një energji shumë të fuqishme. Gati, do jesh një njeri gati për të hedhë hapat e parë drejt një jete të lumtur. Sepse lumturia është e drejta jote që në lindje shiko dhe një herë rreth e rrotull, shiko aty ku ishte ajo kështjell, shiko se sa pastër është. Ndijeje se sa e lehtë po ndihet gjithçka në trupin tënd. Dhe tani ka ardhur momenti që të ngjitesh sërish të shkallët. Do numëroj nga 1 te 10 dhe me çdo numër do kthehesh në këtë moment prezent. Por ndryshe do kthehesh si një njeri më i fortë dhe gati për t'i dhënë drejtim jetës tënde. Fillo të ngjitesh shkallët. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lëviz nga dal duart, lëviz pak shpatullat, lëviz këmbët, gishtat e këmbëve dhe hapi syt. Lëviz pak trupin, qëndro aty ku je dhe hapi syt. Nuk çohemi, thjesht pi pak ujë. Pi pak ujë dhe qëndro ulur aty ku je. Jepi trupit kohë që të integroj këtë energji të re të fuqishme dhe këto frekuencat e larta. Okej. U kthyem, jemi këtu për të hap komentet. Si e ka mbajt kollën, ja më thoni njërë si e përjetuat. Sa e bukur është gjithë shka kur e kryojnë vetëm, e thënë deri tani ishte shumë qetësi. Tani në fundin e hipnozës, erdhen dëgjoj komshi njerëz që po bën zhurma. Me thënë kanë ardhur fiks në momenti perfekt që ne dolim nga hipnoza. Se ndjeva sikur unë rënqeth trupi, si hera e parë thot ishte super, Adela, më vjen mirë, shumë faleminderit, thot dikush tjetër. Atëherë, gjatë hipnozës, dikush thot ndjeja veten në ajër, thot Saranda, shumë e bukur, qetësi në shpirt, thot Klaudia. Adela thot kam djalin e vogël 2 vjet shkut e koka, mirë është jemi vetëm në fakt kur bëjmë hipnozën. Anisa thot kur the fjalën guxim kam qeshur dhe kam qarë. Edhe unë aty u prek atë fjala guxim në fakt. Çfarë na bëre o Jona thot Nertila, je shumë e zonja. Faleminderit Nertila. Shumë mirë thot, nuk më lanë shumë fëmijët, po e kam dirë shumë, faleminderit. Më vjen mirë Alma. Iva të përqafoj, shoqe fakulteti, të përqafoj. Mua mund të shumë kraharori, thot, prit sa po më ikin shumë shpejt Eleni. A duhet që këto ndjenja të mundohemi të rindjejmë gjatë ditës? Ka diçka. Në momentin që ne bëjmë hipnozën, integrohen shumë frekuencat e larta, edhe mirë është që ne gjatë ditës t'i rikujtojmë vetes këto frekuencat e larta, por mënyra se si unë veproj te trajnimet është e tillë që detyrat që unë jap gjatë ditëve në vazhdim janë detyra që ty të kujtojnë frekuencat e hipnozës.
Prandaj është tjetër gjë trajnimi dhe tjetër gjë çfarë unë bëj tani këtu. Trajnimi unë jam vërtet mentore që e udhëheq 4 javë, duhet ta mbaj kështu 4 javë që t'i jap gjithçka që i duhet për ta ndihmuar plotësisht. Por momenti që ti nuk je pjesë e trajnimit, thjesht bëre këtë hipnozë dhe do që ti rikujtosh këto ndjenja, her pas here vetes, kujtoj kur të ndihesh keq, kujto atë vendin e bukur të detit, të plazhit, atë momenti që dallga e mori atë kështjellën e rërës dhe u pastrua gjithçka. Mund t'ja rikujtosh vetes. Shumë mirë jam ndier, thon shumë persona. Më rrin me lotët, trupin thot nuk e ndjeja, ndjenja pozitive thot. Jo, ndjenja as pozitive as negative, neutralitet. Ishte hera e parë që si shpirtërore, mpirje këmbësh, faleminderit Jona, nuk doja t'i hapja syt thot Linda. Shumë faleminderit, na qetësove shpirtin. Pse më vjen të qaj? Qaj, pa problem, mund të qash, pa tjetër, është normale, nuk ka asnjë gjë të keqe të qaj. Momenti që ti bën një hipnozë ndjen të qash është mëse normale. Liroje veten, liroje shpirtin, liroje kraharorin. Është normale, është energji akumuluar, gjithë jetën na ka ndaluar të qajmë. Ku ka shkuar ajo energji? Ku ka shkuar ajo nevojë që ne kemi pasur për të na dëgjuar dikush, për të na pranuar dikush? Për të shprehur ndjenjat tona, pusho, as ëndrat e bukura, as emocionet negative, nuk na kanë lejuar të shprehim dhe jemi mbytur dhe vjen një moment që ti do të qash, të shpërthesh, bëje, liroje shpirtin. Gjatë hipnozës është normale çdo simptom që ju keni përjetuar. Po nëse nuk përqendrohesh dot gjatë gjithë kohës, është normale edhe kjo, thjesht do praktik, duhet praktik her pas here. Julia thotë je njeri me vlera, shumë faleminderit Julia. Dikush thotë, Maria më thotë përshëndes nga New Yorku, sa hyra thotë, e dashur, shumë dashuri dhe për ty. Nuk përqendrohem dot, pa problem. Do shikoj, do zgjidhni një orar që të jetë më i përshtatshëm. Unë për shembull meditimet e mia i bëj gjithmonë në drekë sepse është orari që unë përqendrohem më shumë. Silvana thotë sigurie në ajër, më vjen mirë. Shumica janë me fëmijë. Edhe nuk i kanë lënë fëmijët. Si hera e parë që bëra hipnoz, thota Olandi, ishte shumë mirë, unë ndjeva lirë dhe merrja frymë shumë lirshëm. Pata një dridhje të fortë trupi. Shumë e bukur kjo. Ka shumë energji të bllokuara që çlirohen. Ndjeva një shtrëngim të këmbën nxehtësi në duar, është normale, patjetër që është normale. Sigurisht që është normale gjithçka. Më qetësua shpirti, thot shpresa, më vjen mirë. Shumë bukur, po të ndërtimi i kullës kisha shumë rrahje të shpeshta të zemrës. Është normale, gjithçka që ti përjeton është normale, patjetër. Lejoje trupin të bëjë atë që ka nevojë që të bëjë. Trupin ne i kemi dhënë urdhra vazhdimisht, e kemi ndrydhur, bëj atë, bëj këtë, bëj, mos kërcej se është turp, rrinte. Mos bëj atë se është turp, rrinte. Mos bëj sport se është turp, rrinte. Dhe trupi ka mbledhur shumë. Vjen një moment që trupi do edhe të bëj këtë veprim, që të lëshoj energjinë, lejoje. Rrahjet e shpeshta të zemrës, lejoje, nuk ka asnjë gjë. Janë lirimet e energjisë, kështu do ndodhet çlirimi i energjisë. Pas shtrëngimit ndjeva një lehtësi, më thotë, dhe nga sytë më dolën pak lot. Dikush tjetër thotë më rritin lotët. Ivana thotë do jem pjesë e trajnimit për ankthing këtë herë, të dua jo na dërgoj shumë dashuri dhe të mirëpres, do punojmë bashkë. Kujtimet që vini hipnozë jona çfarë tregojnë? Janë ato momentet që ti ke përjetuar ato lëndimet më të mëdha dhe ke marrë atë projektimin e hipnozës kolektive më të madhe, të programimit kolektiv. O, me ikën shumë komente, nuk po ju kap dot. Në një moment thot më zuri gjumi sa po u prish kështjella e rërës, pastaj nuk e di çfarë bërën. Si ka që u prish kështjella e mbarove punën. Lira, shumë dashuri. Dorina ishte shumë e bukur. Më vjen mirë që e keni shijuar. Sa e bukur. Sa po filloj meditimi, filluan të më vinë disa grimca drite mbi ball, thot sikur ishin brenda në kokën time. Është gjithë ajo energjia e akumuluar, gjithë ai mbi mendimi. Elisa, shumë dashuri për ty. Elisa, më shkruaj në privat sepse mund të bëjmë diçka shumë frymëzuese dhe të bukur bashkë, një live ndoshta për ato që ti më ke thënë. E mbyllim.
E mbyllim. Për të gjithë ata që kanë sikletin ndajnë këtu në live komentet, siç bëhet mbrëmë e dini vetë ju, kaloni në privat, se i mirëpres aty pa problem, pa merak, ju kuptoj shumë mirë. Dikush thot nuk ju gjej dot në WhatsApp. Më shkruaj mua në privat, pa problem. Mund të më shkruani mua, ata që kanë probleme me WhatsAppin, më shkruajnë mua. Dikush thot përjetova kujtimet me mami që nuk e kam më. Më vjen mirë. Më vjen mirë. E mbyllim. Do shihemi nesër në të njëjtën orë. Çfarë kemi nesër ne? Kemi vetbesimin, nuk e mbaj mend. Ja ta shikoj një herë çfarë kemi nesër. Duhet kemi vetbesimin. Normalisht po, se kur I bie ta bëjmë në vetbesimin pastaj. Ja të shikoj t'ju njoftoj çfarë kemi nesër, edhe të vazhdoj. Pra seanca e parë u bë me sukses bllokimet emocionale, e dyta u bë me shumë sukses, e treta është si të besosh te vetja. Vetbesimin. Nesër kemi vetbesimin dhe do bëjmë një hipnozë për arritjen e vetbesimit. Në rregull? E mbyllim për sot. Me vajzën bashkë çliruam, e ka bërë bashkë me vajzën. Atëherë dikush thot, kur nuk e gjeni në WhatsApp, bëjeni me prefiks. Po, me prefiks, +355 68 38 17 117. Gjithmonë orën 6, jemi në orën 6, e kemi nis dje nga e hëna në të premte, data 11 jemi në orën 6 në pasdite. Ju dërgoj shumë dashuri, edhe shumë dritë, edhe mbajeni mend që sado që të zvarritemi edhe të përdridhemi, të mundohemi të shmangemi të vërtetës tonë, të vi momenti që duhet të punosh me vete, mos ki frikë të futesh në brendësinë tënde. Je e sigurt. Je e sigurt sa herë futesh në brendësinë tënde me hipnoza, me meditime, me vizualizime, je e sigurt. Mbaje mend këtë gjë gjithmonë, por duhet të futesh në brendësinë tënde që ta ndihmosh veten plotësisht. Mbrëmje të qetë ju uroj, kalofshi sa më mirë dhe shihemi nesër.